Ka dalë super podcast i jepë dorë më është shumë qia. Mendoj që Po më shqipni mendoj që është e thjeshtë, është ka të thjeshtë. kusht ka qit me kry I ke pas qenë o një anë Besi t'il, Urat e dheo të tjërë shpinar Vietnam! Mirë se na erdhe plako, na duhet kjo energjia keq fare. Na duhet energji. Diskutohet. Nuk diskutohet ajo, po a duhet që kjo energjia domethënë edhe të jetë edhe sa më shumë pozitive se të thonë drejt edhe na u ka i nxin që kjo tani vetëm nga aktivitete edhe nga të gjitha, kështu që. Apo flet për ty është nxi apo përgjithësi vendit? Përgjithësi më valla, përgjithësi. Kombit thotë, apo thu për çfarë po flet? Gjithë më valla, për unë, për mu, për gjitha me diskutimet që bëhen, me temat që diskutohen, me mangësinë e respektit në diskutim, na shqatrapi me temat idiote që diskutojmë, na shqatrapi që të verifikojmë fakte matematikore që kanë qenë mira vite, që këto vitet e fundit nuk janë më fakte, kupton? Për këto na shqatrapi. Ti po flet për këtë realitetin paralel të wokistave, të sorosianëve. Po, ka realitet wokistash, ka realitet Soros, ka realitet, ka nga krau tjetër fare realitet pasaj. Po, dhe fashista plak në Shqipëri, qia modrën pjell. Edhe fashista, edhe gjitha do me thënë janë bëj që janë datë, kështu janë polarizu në grupe, të dy, edhe ku e ku t'ja fusin njëri tjetrit. Vale më karin aty, a di se shofën këtë, më shof plak janë të krijeset e tranzicionit plak, e ke parasysh, kjo presioni i tranzicionit, ka kriju lloj monstrash plak, lloj Frankensteinash. Më ke parasysh nga të gjitha ande e politikës, nga të gjitha ande ideologjive, kjo shtypja, kjo ndrydhja e popullit, kjo varfëria, kjo pafuqia, kjo pamundësia për me jetu jetën normale, ke parasysh ka kriju një super ndrydhje në të cilët njerëzit kanë shpërthyer në mënyra të ndryshme, ke parasysh ti ke ik jashtë, unë kam ik jashtë, a kupton? Po dikush ka shpërthyer ndryshe, dikush është bërë nazist, e ke parasysh. Normalisht jetojmë ose dikush siç janë bërë shumica e mosës tonë që janë këtu në Gjermani për shembull, në vend të bë nazista siç bëheshin përpara, janë bërë komunista komplet domun. Po, janë bërë komplet komunista woke. Sidomos aty ka nishit të ta them një histori të vogël, se dua i mendim. Po ti nuk e pyet mua kush jam unë bish. Më pyet, ha. Kjo ishte ndërhyrja speciale. Pra atëherë, nuk ka nevojë të pyesën, thjesht ti do bësh një prelut vogël, duhet i tregosh rrovëve kush je, ç'a bën dhe pse je këtu. Unë jam Karl Gektas tjera. Jam njëri i thjesht, një rrot karit si buna juj, si çdo prodhim normal i popullit shqiptar, po studioj në Gjermani një degë inxhinierike prej Shkodrës, në fakt malcor, po prej Shkodrës. Dhe kam hi në Twitter, aty ku dhe jena njoft bashkë të hapësira jote e Twitterit, kam hi në Twitter për me mësu ku jena, si me thonë, ku jena, se dal nga dal se cili për nështë do të me marrë përgjegjësinë për mirëqenjen e vet, po dal nga dal do të me marrë përgjegjësinë edhe për mirëqenjen e kombit edhe të shtetit vet. Ne ke parasysh sepse ka një kohë plak se po e kam diskutuar me këtë Alisën, vetëm një koment, po e kam menduar masanë me veti shumë këtë komentin. Po ajo duke di kishte thënë diçka, si di si ishte puna plak. Po i shkruva plak, imagjino sikur rilindasit në vend që me synu me ndriçu popullin shqiptar dhe me përbashku popullin shqiptar, kishin tallë karin me net, kishin thënë, ke keni krejt ignoranta, ke keni krejt popullit trash, a kupton? Imagjino diku do të ishim sot sikur rilindasit plak mos kishin marrë përgjegjësinë për kombin e tyre, po kishin filluar me tallë karin, në mënyrë që mundi më mirë me veten ata. A kupton çfarë do të thonë? Po, e kuptoj. Edhe ky plak në këtë pozicion jena, si më thon, unë e shoh kështu e shoh
gjendjen, domethënë, e shoh gjendjen që ka një domosdoshmëri, një uri të madhe urgjente për shqiptarët me marrë përgjegjësinë për gjendjen e tyne. Edhe kjo është, si më thënë, filozofia e deri tanishme e jemja. Normalisht është në përmirësim e sipër, por kjo është aty ku jam për tash. Po mirë, flasim për përgjegjësinë. Ne nisim me përgjegjësinë një herë, domethënë, nuk e di ti më Ahmania jam 100% sigurt që e njeh dhe e ndjek Jordan Peterson apo. Po, nga besoj ato të parat për përgjegjësi nga ai ka marrë ndikimin. Pikërisht, Jordan Peterson thonë ndoshta të tjera domethënë që jeta ose çdo lloj kombi, çdo lloj shoqërie, çdo lloj grupimi, çdo lloj institucioni do ishte më mirë se sikur çdo individ që i përket atij lloj grupimi do merrte pak më shumë përgjegjësi. Tani, kjo është shumë logjike domethënë. Këtë ne të paktën ne të dy edhe një pjesë e mirë aty që do e dëgjojnë këtë domethënë. E din. Ideja është në një vend për shembull, që marrë mendja se ti e ndan një realitet real që e ndaj dhe unë. Në një vend si Shqipëria që të gjitha fajet i ka shteti, e kupton? Nuk po na jep shteti këtë, nuk po na jep shteti atë. Edhe duhet të bëhet parafrazimi fillim, unë nuk po them që ne jetojmë në utopi, as pak. Për shteti jo ka probleme madhore. Po unë shikoj një lloj mungese jashtëzakonisht shumë të madhe të robëve që marrin përgjegjësi, që robë që janë të gatshëm të bëjnë diçka. Edhe e shikoj këtë pjesën që e ka fajin shteti, shumë të abuzueshme plak. Shikoj shumë të abuzueshme. Kjo është komplet dorëheqje plak. Kjo e para e shtetit. E dyta, kur shajnë shqiptarët. E ke parasysh shqiptarët që shajnë shqiptarët? Se unë po shaj të shqiptarët që shajnë shqiptarët tash. Kjo është edhe një formë dorëheqje që po bajon. Po e kam fjalën plak, nuk jam psikolog, po unë e shoh këtë si qartas heqje dorë nga përgjegjësia. E ke parasysh? Ti don si shqiptar, nuk don me pranu faktin që je një komb alaj për buzën, edhe pse je, si më thonë, qia rob, i lash historitë lavdishme, dhimbshme etj, atë shumë nuk e pranojnë këtë gjë, po nejse, e marrin të mirëqen. Unë e marr të mirëqen se unë e besoj kështu, po du me thënë se ka tjerë që i duken shqiptarët varikarsa. Po, nejse, po du me dalë të puna që ti, kur e ke vendin tënë, vari lesht, kur është vend njët, pa shtet, popull jët, i përbuzën, i hupun ka ta në anë të Europës. Ashtë e dhimbshme me marrë këtë përgjegjësi mish patlla tuja, ashtë e dhimbshme me pranu se edhe ti ke hise në këtë fajt. E ke parasysh? Edhe ti ke pjesë në këtë fajt. Edhe shqiptarët ja fusin për shkurt, kur unë e debatoj këtë gjë shumë me babën tem. Ja fusin për shkurt vetëm shajnë popullin ty, ne jena popull kot, ne s'bajmë, jena popull karë. Jena popull ose shteti, se kështu e ka. Ose populli ose shteti e ka fajin. Vetë personi individi asnjëherë nuk ka fajin. Asnjëherë, bile unë habitem se çdo shqiptar kur e kap tek i din tana, ke parasysh, i ka tana në rregull. Po kapi kështu bashkë nuk bajnë hajër, nuk bën shteti hajër, nuk bën njerëzit hajër. Megjithëse njerëzit deri diku edhe janë relativisht suksesshëm jashtë. Po e kështu plak. Ky suksesi është shifesi e shikoj këtë gjë domethënë. Unë kur e kam nisur podcastin e kam nisur për herë të parë për çefin tim, para fare, por arsyeja pse kam pasur qejf tani si podcast, unë kam nisur me shikoj se janë disa ide që ne i diskutojmë me çuna kupim kur bëjmë, kështu kanë nisur në maj, vitin e kaluar. Ne thamë që deri në sa i kemi këto ide domethënë që e shohim vetëm diku. Edhe duke diskutuar këto ide, ne diskutojmë gjithmonë këto krahu tjetër i kësaj ideve, që na duken kështu delusional ose për çfarë ide si më i thon. Por gjitha valla, që nga sjellja në familje, që nga rritja e fëmijëve, që nga menaxhimi i lekut, që nga menaxhimi i kohës, që nga këto walkët që përmendëm që cekëm pak më përpara, të gjitha plak. Edhe ideja është që çfarë do bëjmë ne? Ne muhabetin ne bëjmë, se ne bira do i bim. Si me podcast, si pa podcast. Hajde pra ta marrim këtë, duke bërë diçka të tillë e para fare do shkëmbejmë. Këto ide që ne do shkëmbejmë njëri tjetrin, do i paraqiten një publiku sa do të vogël, domethënë. Edhe pse në fillim mirë shumë ishte ato episodet e para, po do i paraqiten një publiku sa do të vogël, edhe do gjykohesh plak. Je gabim, je sakt, si mendojnë të tjerët, domethënë, se ne mund të jemi në atë fluskën tonë të mendojmë që jam unë dhe ti. Po, jam unë dhe ti, edhe ne kemi gjithë drejtën e botës, domethënë. Prandaj plak nuk i bëj blok kërkuj në Twitter.
është weakness apo plak. Blloku Twitter e di kush mund t'i bësh robëve për shkakun që Që të bezdis. që të bezdisin, Po, pa po. lidhje. Robëve që të bëjnë bezdisin pa lidhje normalisht, edhe unë prandaj nuk i kam qejf to që i bëjnë kështu ban, domethënë që i deplatforming. Çdo person që i ndinjohet në dikush, nëse mua Karli mbim qafo vlla. Unë nuk kam nevojë pse ti them Elon Muskut bëj ban Karlin. Jo më vlla, unë bëj blok, ty jam rregull më plak. Pse duhet më të heq unë të platformën? Po ajo është thjesht dobësi e karakteri, se personat që nuk kanë argumenta për të dhënë normalisht mundohen gjithmonë të Futja blok. shtypin. Shtypin, mbyll gojën, censurim. Është diktaturë opinionesh, domethënë. Kështu e quajnë gjermanët. Meinungsdiktatur. Po kthena aty ku ishim plak, te këto mendime që shkëmbejmë gjithmonë me shok, sepse e kam vullon në të njëjtën gjë. Me tamam diskutimet e neve shqiptarëve janë të ndryshme nga këto të tjerë. Janë të ndryshme nga diskutimet që bëjnë me të ke parasysh, shqiptarët janë shumë kështu plak, janë shumë si me thonë, nuk e di, nuk më vjen fjala. Jemi më real plak. Kështu është në fund, të pak rrethi im këtu, domethënë se shqiptarët e tjerë nuk e di, po për rrethin tim tu ne jemi më real, jemi më mikëm tok, e kemi mendje si me u bë i suksesshëm, e kemi mendje si me ndërtu diçka, si me ndërtu një legaci, si me ndërtu një trashëgimi dhe si me bë mirë të tjerë, që është haruar si koncept sot e kësaj dite. Po, nuk janë temat që përfliten nuk janë aq abstrakte se sa janë me këto shokë huje. Ke parasysh shqiptarët janë. Këto temat që bojnë këta janë ku do ikim me pushimin, në çka klabi do marrim speed, në çka klabi do marrim kokainë, kupton? Këto janë adoleshent në masë që nuk rriten asnjëherë. Bravo, fix plak. I kanë zgjidh. I kanë zgjidh. Karin tem kanë zgjidh, e kanë zgjidh dhe gjyshat edhe prindët e tyre, të cilët kanë marrë përgjegjësinë për vedi me shpatullat e tyre edhe kanë bë vendin e tyre. E kanë bë mas luftës shkatrimtare dhe prapë kanë ndërtuar dhe janë këtu ku janë sot, janë vendi i katërt më i pasur në botë. Nëse përgjithësia plak është diçka që na mungon shumë. Edhe nuk e di se si mund t'i futet në mendje shqiptarët. Përgjithësia edhe ajo, edhe ka një formë. Kjo dorëheqja plak rrjedh për mendimin tim nga një lloj sikur vetë urrëti, sikur mos pëlqimi vetvetes. E ke parasysh shqiptarëve është bërë shumë propagandë që jo po ju jeni turq, jo po ju jeni grek, serb, ju jeni një popull artificial, ju jeni një varikar, ne ke parasysh ju nuk jeni i lirë, jeni të prum nga Kaukazi, si më shkrin këto serb me këto. Si ai tipi që thoshte jeni përzierje turke dhe greke, minuar ne s'kemi asnjë lidhje me gjuhën, që gjuha është më shumë se 55% njohja mes kulturave. S'kemi lidhje as me ata, këto janë. Te gjuha plak delusional plak. Janë komplet pa lidhje, po shumë shqiptar, nëse me të vërtetë nuk e besojnë krejt shumë me të parën që kena turqe, greke, kaukaziane, karin pjell, shumë shqiptar plak e kanë përbrendsu këtë propagandën e armiqve tonë, e cila bëhet edhe në Shqipëri. Mund ta qush teori konspirative ti sa dush, po unë besoj se në Shqipëri ka shumë njerëz edhe shumë media që paguhen për të bërë propagandë anti-shqiptare. Teori konspirative nuk është ajo sepse ne para 3-4 vitesh dolën ato, siç dalin dokumenta gjithmonë. $1.000.000. Dolën ato me miliona euro që paguheshin të gjitha këto nga Greqia, nga Turqia, domethënë bile për çudi, pavarësisht se serbët janë më të këqijt online, domethënë që shajnë më shumë e bëjnë më shumë. Serbia si shtet kishte pagesat më të vogla krahasim me Grekun dhe Turkun, domethënë Greku ishte rekord fare me lekët që paguante. Ska lek Serbia është në dështim e sipër, po nëse. Po dëshoj të them plak që e kena hangër, kena blej një pjesë të madhe kësaj propagandet, edhe e kena besuar dhe e vujmë malo, dhe kjo besoj se është njëra për këtyre gjanave e cila na dëshpron edhe thot me veti që jo, nuk bëhemi edhe për ta shman këtë dhimbje, fillon kjo dorëheqja dhe kjo shamja shqiptarëve, shamja njëri tjetrit që për ta larguar përgjegjësinë nga vetvetja. Ke parasysh sepse duket si një mal i pa kalushëm. Edhe thu ma mirë po heku dorë për përgjithësisë,
edhe s'po I hi malit në kam, e ke parasysh? Unë e kam realizu për herë të parë këtë pjesën e sa qef e kemi ne të shajmë njëri tjetrin në fakt Fal. Me realizua, dhe me thonë kuptu, Nuk shumë realize, sa ta kuptuar, po për do me vërtetu, e ke vërtetu. e kam vërtetu, prandaj je I fortë te kjo pjesa. E kam vërtetu këtë më shumë kur kam dëgjuar të një podcast shqiptar, një nga të vetmit domethënë. Jo çunat Andi dhe Bushi, si e ka? Besi dhe Andi Besi dhe Andi, podcast domethënë. Atë duke bërë I batut domethënë se ai Besi është komediant, duke bërë I batut thoshte një vdesim ta shajmë njëri tjetrin, përmendte një rast se ishte një emigrant I huaj që kishte se qa kishte kryer një krim atje në Durrës edhe kishin rraf ata të zot e biznesit domethënë edhe shqiptarët thoshin gjithë ja ne jemi racista, ne jemi agresiv. Pa pyet fare se që what the fuck ça ndodhi. E kupton? Edhe u nis nga ajo gjëja, pastaj edhe më vonë po mendoja, po bëni muhabet me çuna që ditë që o plaku është vërtet më plak. Është vërtet më plak, ne I shajmë veten ton pafund më plak. Ne jemi armiku I parë, armiku më I madh deri tani I Shqipërisë është shqiptarët vetë plak. Nuk janë shqiptarët armiku plak, po shqiptarët e ke parasysh klyshat e rrahun plak. kur e rran klyshin plak, ai nuk kthen dorë kurrë. E ke parasysh kur e rran si klysh? Po. Ai nuk ta shto kurrë, nuk ka fshon kurrë, nuk guxon kurrë, sepse e ka mësuar shumë I vogël, edhe kështu I ka me shqiptarë plak. Shqiptarët kanë shumë kohë që kanë vujt, sepse është vetë pozicioni I tillë, I cili I ka mundsu me vujt, nuk kanë pas aleat, nuk kanë pas mbrojtësa, nuk kanë, e ke parasysh me shpirt në rrdham kanë duru si etni edhe kanë duru si ekzistencë. E ke parasysh sot kena për shembull, po dalim nga tema në temë, për shembull shqiptarët, fetë e shqiptarëve, e ke parasysh shqiptarët nuk është se janë shumicë muslimane. Por Nuk janë, ajo është thjesht propagandë. Nuk, po edhe me prejardhje u burr, edhe me prejardhje shqiptarët nuk është se janë shumicë muslimane, si e shoh vetë shqiptarët, plak, janë një popull me shumicë ortodokse. Janë një popull me shumicë ortodokse, po ortodoks shqiptar, arvanitët I ke sot janë identifikuar si grek. Ortodoks të Veriut janë tanë malazez plak. Unë plak jam me prejardhje, ta kesh parasysh sikur po të kërcënoj. Jam prejardhje nga Malizi, ke parasysh? Po nga vari nga sa qyteti nga Malizi. Ka të nana janë të Nokshicit, kurse ka baba, po kanë shumë kohës, më thanë janë shpërndarë nëpër Shkodër, nëpër Kosovë, to ana Nac. Kurse nga baba jena nga Gruda, më thanë Malcor. Tash nga Malizi si territor po thuat, jo nga Malizi si etni. Territor. Pra, po nuk po them, nuk jam të fol në konceptin e shtetit malazez, a kupton? pra, tani e kuptova. Ajo nuk është etni. E tha e këtriti sot shqiptarët thot janë vetëm kom, tanë tjerë janë fe. E ke parasysh malazez. Ajo është fakt, nuk ka. Është fakt, a kupton se malazezët me serbët, me kroatët, me bosnjakët, me slovenët flasin njëjtën gjuhë, edhe janë thjesht fe të ndryshme, pozicione gjeografike të ndryshme edhe kaq. E po dëshëm e përpunën plak e shqiptarëve ortodoks të Veriut, tanë plak janë malazez. Të tanë, ja shef I dallon në mbiemra. I dallon të gjithë në mbiemra. I ke unë për shembull jam fisi Gruda, si më thon, klani Gruda, edhe e kam është edhe në Wikipedia më duket janë këto të ndame. E shef ndanat janë fiset e ndame, se më thon Gruda është klani, por ka nën fise. Po. Edhe I ke për shembull Gjoka, shqiptar, Gjokic. Ke parasysh? Gjokic plak ka janë bën nga katolik në ortodoks, kurse Gjoka ka ndaj katolik. Nuk e parasysh? Po. Gjakova, Djokovic, se mund ta kesh. Allaj lojtari I tenisit Djokovici. Allaj andaj du ta ketë atë prejardhjen. Po du me thonë plak, po du me pru punën e shtypjes
edhe vujtjeve të tmerrshme që kanë kaluar shqiptarët, edhe besoj se kjo është një pasojë e tej zgjatun. Nga kjo vujtje e tej zgjatun kanë ardhur edhe këto pasoja, të cilët na kanë bë me kanë këtu sot që mos me pas ndonjë respekt madh, ndonjë nderim të madh për vedin, për historinë tonë, për karakterin tonë, e ke parasysh? Po. Ideja është që mirë, këto kanë ndodhur, kjo është fakt, domethënë. Ti lëndë shkencore je. Ne nuk sillemi dot si politikan, ne nuk kemi luksin të sillemi kështu me ndjenja. Plako, unë jam inxhinier. Unë dua zgjidhje plak. Ne këto karta kemi. Ne kemi këto karta. Ne jemi të shtypur. Fakt, jemi të shtypur. Ç'a do bëjmë tani? Bravo plak. Seriozisht, i këtë njëjtë enjoy thamë dhon njerëzve se i shoh kështu si hupin biseda, edhe fillojnë kështu, më duket si tip vajtimesh, a ke parasysh? Jo po na kanë bë këtë, na kanë bë këtë, na kanë bë. Komplet viktima. Opfer është viktim gjermanisht për ju që nuk e dini. Komplet klysha të rrahun. Ç'a duhet bë? E para punës unë besoj se historia është ajo e cila e dikton të ardhmen. Serbt janë super nacionalista, janë super të egrë për sa i përket në mbrojtjen e kombit tyne, në kërkimin e interesave tyne, në mbrojtjen e interesave, mbrojtjen e tjerë. Vetëm për faktin se ato kanë një, që më thonë, historia, nuk është historia vërtet, po historia ashtu siç dihet nga populli, ashtu siç kuptohet nga populli, ashtu siç është në mendjen kolektive të popullit tyne, në bashkësinë e tyne, është komplet e lavdishme. Është komplet mitologjike. Serbt kanë gjithmonë mbrojtësi, gjithmonë vetëm të mirë, vetëm nanën e mirë, kanë luftuar kundër osmanëve, shqiptarët janë turq, etj. Ke parasysh kjo është ajo narrativa. Ne kundër botës. Është ai stili amerikan, domethënë, ai stili amerikan, freedom everywhere, domethënë. E di. Po e kanë kaq të ndërtuar në mend, në mendjen e tyne, po këto janë mite, janë falso. Ke parasysh janë rrena. Ne e dimë që janë rrena, sepse e dimë. Po normalisht, e kemi vuajtur kuriz. Në luftën e Kosovës, në Schlacht der Schlacht am Amsfeld, quhet gjermanisht. Kosovo Schlacht, betejë fush Kosovës në 1389, që serbt e kanë Vidovanin, e kanë ditë shënume, Allah e festojnë edhe sot. Në atë betejë kanë shumica shqiptar. Në atë betejë kanë shku muzakajt, në atë betejë kanë shku arjanitët, në atë betejë kanë shku... A e diti që është edhe shumica e shqiptarëve nuk e din këtë gjë që po thotit tash? Po pra, kjo është problemi. A e diti sa herë jam molur në bare, duke pi bira, duke nda një uri, edhe shumica atyre nuk e din, nuk e kanë ditur. Qa thua karë, thonë. E kupton? Nuk e din, o plak, nuk e din. Po është me dashje kjo, burr, është komplet me dashje për mendimin tim. Ideja është se kjo është dokumentum më plak, e kupton? Shiko, unë kam disa interesat mia personale, për shembull. Në interesat e mia personale, për shembull, përveç profesionit, domethënë që bëj, që e dashuroj, domethënë e bëj me shumë qejf. Bau inxhinierisë, ne? Po. Inxhinieri për ju. Edhe janë normalisht histori, filozofi, psikologji. Dhe normalisht robi kur ka interes, ç'a bën? Gjëja e parë që bën, lexo plak. E kupton se sfidon të gjitha ato që di ti, i sfidon një herë. Edhe unë nga që në fillim kam qenë goxha i majt, kur kam qenë 18 vjeç, e ke parasysh 18 vjeç kam qenë i majt. Kam njëtë Bill Maher, ai më pat bot majt në fillim. Doja gjithë barabartë, e kupton, derisa u kuptua ajo se çka ka nga mbrapa. Edhe normalisht duke qenë çiki majt, plako mendojnë që ore mos ja ka futur trapit kota që kanë treguar në për Shqipërinë. Ore mos ja fusin kota se nëse ne do kishim qenë këto që kishim qenë, pse nuk kemi atje ku duhet të ishim domethënë. Edhe tjerë. Dhe normalisht unë kam nisur me bë kërkimin historik domethënë në Shqipërisë për të gjetur gabime, për me mendimin tim do gjeja diçka që do ishte hipotezat poshtë. Po jo vetëm atë që nuk e gjeta unë. Unë gjitha të kundërtën që u përfojsua ndjenja e patriotizmit akoma më shumë, sepse ne kemi një mal, ne kemi pothuajse 70% të historisë sonë nuk e kemi libër. Se s'na lë Greqia, se s'na lë Turku. E kupton?
Unë besoj sulmi i tyre plak, sulmi i tyre i vazhdueshëm në tregimtarinë e popullit shqiptar në narrativën kombëtare. Ke parasysh çdo popull ka atë historinë, ka atë tregimtarinë e vet, si e shef ai vedin. Sulmi i tyre ka kanë gjithmonë këtu sepse ne përbajmë një existential threat, një kërcënim ekzistencial për këto shtete. Nëse tharmi për Serbinë dhe për Greqinë, për të tjerët Malizi, Maqedoni janë komplet pufë shtatë. Janë komplet se po e merr vesh si po e trajton Maqedoninë si shtet është vetëm shtet, nuk është kohë. Edhe Malizi s'është. Po du me thënë që këto dy shtete plak kryesisht këto dy shtete kanë një për ne përbajmë për ta një rrezik ekzistencial. Edhe ato me çdo kusht, me bashkëpunime të ndryshme, gjatë 100-200 viteve të fundit, kanë sulmu figurat tona kryesore. Për shembull, e di ti plak se sa këto të rilinjes janë përndjek nga shërbimet greke dhe janë vrarë, janë ekzekutu. Po pse jo vetëm nga ato, po turku t'i vrau ty mbas kongresit manastirit, gjithë ata që u mblodhën për me bë ato shkronja nga betarin, gjysma t'i vran turqit. Shërbimet e tyre, po normalisht më plak. Gjithë shqiptarët ndihmuan Xhon Turqit për të bërë reforma, sa erdhën në fuqi Xhon Turqit, të parët që vran ishin shqiptarët. Ata që kishin ndihmuar më shumë me ardhë në pushtet turqit e ri. Kështu që problemi me kjo, domethënë, të pjesa historisë për mënyrën në shkolla është sepse nuk mund të kërkosh ti, domethënë, që bie dakord me atë pjesën tënde që tek lyshi i rrafur, nuk mund të kërkosh as nga njëri, domethënë, të njohë historinë, ku departamentet tona që janë përgjegjëse me bë historinë, janë të gjitha me subvencione turke, greke dhe serbe. Domethënë, ata janë në konflikt në interesi të drejtë për drejtë. Shikoj, para fare nëse të njëjta që do ndodhen në Greqi ose në Serbi, ata tani do ishin pushkatuar. Se aty është tradhti e lartë, edhe aty nuk të fal njeri. Ne i mbajmë akoma aty, i japim dhe rroga, i japim dhe çmimin e qytetar nderi, për punën që ata nuk e kanë bërë. Se janë disa gjëra që ata i kanë ndërruar dhe i kanë ulur për interesat veta, domethënë për interesat që paguan, po janë shumë gjëra që ata nuk i përmendin fare plak, që është akoma më e keqe, sepse është më e vështirë të gënjesh një popull rreth historisë ku i përmend të gjitha, po i rindryshon, se sa kur nuk i përmend. Edhe ta më mirë i lën, nuk i përmendin, edhe gjitha është në hije, dhe normalisht harresa vret, e kupton? Sigurisht. Po para leje në harres edhe do jem unë kur kam filluar në fillim të në Instagram me postu figura të rëndësishme shqiptare, domethënë, o zoti i madh, është makabritet, domethënë, kështu se ka një gjë këta. Ka një gjë që para fare kanë frikë me komentu njëherë se dalin budallërim. Po rob që kështu dërgonin, domethënë, më dërgonin me DM, e kur të dërgohet foto kështu në DM, i bënin reply. Po, story. Edhe thoshin që kush është ky? E kupton se unë i thën story, po i thën story vetëm foto, pa asnjë fjalë, e kupton? Kush është ky njeri, kush është ky tjetri, thotë, po çfarë po ndodh? Dhe pastaj fillova e bëra si rubrik, nuk i dha më story, thjesht i postoja dhe vija poshtë që është filan Fistoku, lindur këtu, ka bërë atë. Edhe kisha një shprehje pastaj që vije që thosha 43 të rinë shqiptare nuk i njohin figurat më të rëndësishme shqiptare. Ne nuk e dim kush jena më plak. Ne nuk e dim kush jena. Ky është problemi. Si e kupton këtë tani se dua të marr çik mendim tek pjesa e kjo ndarjes fetare që po ndodh tash këto vitet e fundit, domethënë. Qofse e ke vënë, nuk e di, e ke vënë si dukuria apo jo, po këto fito social media. Kam një po më shpjegoj pak. Shiko, me në sytë e mi, domethënë, base nuk është aq kritike, në sytë e mi është që kjo social media me Facebook, me Instagram, e kupton. Kanë dalë disa tek tu në prift ose kështu në radikal kristian, po shumë hodж pastaj, e kupton, me këto accountet që bëjnë kështu që dalin, ato e di se ato janë ato të hodxve normalisht janë dhe meme, e kupton, se janë shumë, edhe ku ka shumë normalisht diçka do ngelet. Po. Edhe le që japin lektorate para fare. Po e dyta është domethënë që ja fusin me topo plak, e kupton, edhe i nxisin njëri kundër tjetrit, siç ishte ato hoxhët që ishin nga Maqedonia, që thoshin se Skënderbeu është qafir, se ka vrarë vëllezërit tan musliman, e kupton.
Tani unë nuk po them se unë tani nga familja, domethënë origjinë muslimane e kam valla. Unë nuk Allo, po them tani që unë jam ta kish parasysh, unë jam musliman, ç'më thon. E kam, ç'më thon, e besoj Islamin, më shumë se familja ime. Familja ime kanë krejt indiferente, po unë kam praktik shpirtnore, ç'më thon. Nuk është se jam falen 5 herë, po e kam. Po E ke. e di ç'a thu. Vazhdo. e di, ti vetë ke atë në tjetër mënyrë islame, qysh kam unë katolicizmin për momentin, e kupton? Është zgjedhja ime që e kam punu me kohën. Po. Edhe unë e kam thënë tani për rob që dëgjojnë do jetë përsëritje se e kam thënë në podcastin përpara. Gjyshi nga ana e babi ka qenë imam. Edhe jo imam në Içkët Sems, ka qenë imam i xhamisë Mbret në Berat, xhamisë në Berat. parë në gjithë jugun e Shqipërisë, e kupton? Ashtu, Edhe tani unë kam shku në kish para se me shku me xhami. Trend, e kupton, ato të Caritasit, ato misionet italiane, nuk është se doja unë Aha. u bo ndonjë gjë kështu. Thjesht Okej. iknin fëmijët e tjerë, po shkojsha edhe unë, domethënë. E normalisht kur e kam ballafaqu gjyshin që i kam thënë, gjyshi ka thënë, po shumë mirë. Po njëta gjë janë dhe ata. Ata kanë gjyshin e kemi këtë. Ik, mëso. Po kena një pyetje, hajde te gjyshi. E di ti çfarë vlerë është kjo plak? Kalon kjo periudha ime një vit e ca te Caritasi. Ndryshoi, filloi gjimnaz plako, xhami pastaj, kupton? Një i ri, normalisht një djalë i ri kërkon të sprovohet, domethënë, vetëm xhami, domethënë, e para fare nga kisha aty ika, domethënë se filloi ajo pjesa që hojo do të shoqërohesh vetëm me kristian, e kupton? Ashtu, Edhe unë atë as ti mat nuk ja lë atë zgjedhje që ta bëja me këtë shoqërohem unë, jo më kishës. Edhe dola atje se më cënoi direkt. Vetëm xhami, kalon asnjë vit në xhami, domethënë, te një nga xhamit e Beratit, që vinin më shumë çuna të rinj, domethënë, edhe 7 months, pas 7 muajsh plako, duhet të shoqërohesh me vëllezërit tanë musliman, duhet të jesh me kështu, duhet të jesh me ashtu edhe. Kanë vaj, domethënë, kanë pyet gjyshin, ore kështu, domethënë, nuk është Imami i xhamisë Mbret, ta ka thënë. Jo, ky që më tha mu, ishte i ri, ishte tjetër ky. Po, e kuptoj, po ky i vjetrit tha I vjetri gjyshi im më tha më pastaj që mos e dëgjoj, ata janë të rinj, tha nuk kanë shkuj, ka pagu turku, të gjitha tjera nuk din ata se për çfarë po flasim, ma shpjegoi të gjitha që ideja është që ai gjyshi shpjegon ato termat e vet, domethënë, po ideja për bërtham ishte që kur zgjedh diçka, domethënë, qëndroj besnike asaj gjës derisa të provohet e kundërta, por në asnjë moment ti nuk je i detyruar, as nuk ke të drejtë, jo më thjesht i detyruar, të t'ja imponosh, t'ja detyrosh idetë tua asnjë personi. Edhe unë atëre, domethënë, po se nuk bënte sens plak, duhet ta marrësh në prizmë që unë isha 16 vjeç. Ai më thoshte mua duhet të sill sa më shumë shok të mundesh t'ja tregosh dritën e hyjnis. Gjyshi që ishte me pozicion më të lartë thoshte s'ke punti. Po lej rob bën ç'a duan. Edhe është betejë mendjesh. Edhe kalova pastaj normalisht në vitin 3 pastaj kalova në një ateizëm të egër madje. Po gjatë e egër. 18-19, se normalisht kur ke persona të gabuar që të mësojnë për këto lloj gjëra, po normalisht do degradosh, edhe mbas disa vitesh, domethënë u riktheva prapë se normalisht ka një kuptim përderisa është. Ideja është edhe këto që janë tani, merrem ekskluzivisht me këtë punë. Se unë mund të ketë, ka nga ana e katolikëve ka budallënj, ka edhe kështu budallënj për Twitter edhe për TikTokera që janë domethënë ekstremista. Nga ana e ortodoksëve ke pafund që janë në shpirt grek edhe do vrisin çdo lloj shqiptari edhe pse janë shqiptar vetëm që janë kështu. Por vetëm grek fesh, po jepi. Vetëm nga ana domethënë e Islamit për fat keq domethënë dhe jo bektashive të këtyre sunitëve domethënë është që vetëm ta e përmendin Skënderbeu është qafir. Skënderbeu ka qenë legend, ka qenë kaçak, ka qenë hajdut, ka vrarë vëllezërit tanë musliman. Kjo plak ta themi diçka kontroversiale, kjo është e vërtetë. Skënderbeu ka vrarë vëllezërit tanë musliman, e ke parasysh? Po kjo është në kontekstin e kohës. Ti sot nuk mund ta shifsh atë në kontekstin e Skënderbeut para 500 viteve. Ke parasysh nuk mund të merresh ti, sepse nëse ti do ta shifsh atëherë, aty do të ishe me turqët. Ke parasysh? Ti do ta shifsh fen si besim personal edhe jo si përkatësi kombëtare. Ajo që atëherë ka kanë fe, sot do të interpretohet si përkatësi kombëtare.
Skënderbeu ka qenë një figurë shumë e shqume e kombit shqiptar, një ndër themeluesit e kombit shqiptar, për mendimin tim si musliman, e ke parasysh? Edhe unë nuk shoh asnjë lloj pengeset nga feja jeme për me pas nderim edhe respekt për Skënderbeun, sepse ai ka bë diçka të lejume nga çdo fe, ka mbrojt vendin e vet. A ke parasysh? E di. Ka mbrojt vendin e vet, ka mbrojt fenë e vet. S'me thënë, qëllimi i tij ai nuk është se ka një njeri që ka dashur me bë keq. E ke parasysh, pavarësisht se unë mund të jem musliman, unë nuk e shoh atë, unë e shoh atë në kontekstin e një besimi. Çdo njeri ka drejt me mbrojt vendin e vet. Çdo njeri ka drejt me mbrojt popullin e vet. Ai ka të punë ka bë, ai nuk ka mbrojt ne. E ke parasysh? Edhe nuk mund ta merresh ti konceptin e sotëm të bashkëjetimit të bashkëjetesës fetare edhe ta krahasosh në atë kohë ku ka pas luftra fetare. A ke parasysh? Po shiko, ka edhe një gjë tjetër përveç kësaj, se më duket se është pak më e thellë se kjo, se nuk është vetëm luftë fetare ajo që thotë. E para fare ne nuk do të harrojmë faktin që Skënderbeu është i lindur i pagëzuar ortodoks, i kthyer në islam gjatë edukimit të tij si sepai edhe i konvertuar në katolicizëm kur u kthye në Shqipëri. Katolik. Tani, ky është perfeksioni i identitetit shqiptar. Që do të thotë I ka pas tria fe. mund t'i bëj çat ndoj trapi me fen time, po unë një gjë kam që nuk ka për ndryshuar asnjë, që është fakti që jam shqiptar. Jo, kombi nuk zgjidhet, feja zgjidhet. Unë nuk kuptoj Feja këto zgjidhet. probleme. Si kuptoj Feja valla, zgjidhet. Nëse si pëlqen dikujt nuk i pëlqen Islami, nuk i pëlqen katolicizmi, nuk i pëlqen ortodoksizmi, ndroja valla fen. Ose leje fare, domethënë, nuk ka asnjë, nuk thjesht leje fare, domethënë, nuk Qa ke, a kupton? problematika domethënë që ta sillim prapë tek ajo si pyetja e vogël që e kishte ishte që predikojnë shumë njerëz online, domethënë duke nisur me ato meme që thon vritet çikën e po kështu kur dalë kur bëjnë e të tjera të tjera. Nuk i di këto nuk hin Facebook la. Mregull, edhe ideja është që të gjitha personat e parafare janë paguhen nga Po, ta të them unë ndryshëm mendimin tim për këto? turqe dhe të gjithë të tjerë, po. Ta them mendimin këto. Atëherë, e kam shkruar një status, tani si statusin më vonë, e kam shkruar në Twitter, një thread vogël. Kam shkruar kështu. Armiqt ton tashmë e kanë kuptuar se për sa i përket anës ballore, sulmit ballor, sulmit ushtarak, për çudimit ushtarak, është mbaru ai punë, është mbaruar ai kapitull. Neve nuk mund ta cënojmë më ushtarakisht. Më thënë sa të jetë NATO, ja sa të jenë këto interesat, se nesër mas nesër do të jetë New World Order, Si dihet pastaj. një renderi botnor, nuk e dihet ç'a bëhet, mas etj etj. Armiqt tonë është pika kjo, armiqt tonë janë të paaftëm me na cënu ushtarakisht. Ç'a kërkojnë ata me bë? Cila është metoda e tyre? Ata kërkojnë për shkak se janë të paaftëm me na cënu ushtarakisht, ata kërkojnë libanizimin e Shqipërisë. Libani ka kanë një shtet shumë fetar. Ke parasysh në Liban janë musliman të ndamë në dy sekte, Shia dhe Suni, janë edhe të krishterë. Do thënë këto tre ka Dhe ortodoks dhe katolikët jemi atje. Ka ortodoks, nuk e di. Po. Ka. Nëse libanizimi është model për këtë punë, do thënë ka kaluar në luftë civile. Sali Berisha është përpjek në 97-ën me kriju libanizimin e Shqipërisë Gege Tosk, në të cilin ai ka pagu mercenar nga veriu për t'i ra jugut. Është e vërtetë, sepse janë të gjithë njerëz që Jo, mund bëhet shefi që ti si veriore pranon, domethënë, unë e di. që të folu burr. Po i ka au plak, Sali Berisha është një njerëz i cili është pagu, ai është nuk lot për interesat e shqiptarëve. Ai ka kohë që lot për interesat e të hujve, edhe këto interesat e të hujve është libanizimi dhe përçarja e Shqipërisë. Ai ka pagu mercenar nga veriu, do thënë njerëz. A kupton o burrë, njerëz djem kanë dashur të bëjnë lek, a kupton kur ti ha tjetri çantën me parë në tavolinë ti shumë vlera morale ikun për fat keq. Sidomos kur je i pa ngrën për ditët e fundit. Po. Dhe Sali Berisha ka mbledh njerëz për me kriju këtë ndasinë që është edhe sot. Pa kanë edhe në komunizëm, kanë shumë të thellë, për ki përmend edhe ti se si ka pas. Po, e folëm edhe te podcasti i fundit ato. Edhe kjo nuk është gjë e re, të hujt, armiqt tonë janë përpjek me e bë këtë gjë, por tash janë dëshpëruar komplet përse përket anës ushtarake. E kuptojnë që nuk
pa u ndrru komplet rendi botnor nuk mund ta bëjnë këtë gjë, edhe janë përqendruar me fuqi plot në përpjekjen e tyre për ta libanizuar Shqipërinë. Ata kërkojnë me libanizuar Shqipërinë në krahina. Kërkojnë me libanizuar në krahina, në fe, edhe në ideologji. Po kjo puna ideologjive, Allah nuk ka dal komplet sipërfaqe, sepse në Shqipëri Allah nuk ka fillu lufta e ideve. Kur tikun të korruptumunit, në Shqipëri do të fillojnë shtresa re e politike, kur do të fillojnë për herë të parë në Shqipëri një luftë idesh. Tash për momentin, Imagjino çfarë do bëhet kur fillojnë lufta e idesë. për momentin jena vetëm një luftë klanesh. Për momentin, në këtë çaste si është funjena kapitale fisnore. Ke parasysh? Po, jemi çik primitiv te kjo. Është fisi i Berishajve me fisin e Berishajt. Berisha është paria Tiranës, nuk e di si i kanë bjemrat këto të Paris Tiranës, këto çanta Geci, që ka këtë dajtin, këto mane etj. Janë të nda me fise, edhe janë nda me në qarqe. Neo-Osmant, katoliko-centristët, kosovaristat, qarqet ortodokse, qarqet jo po verior, jo po jug, majtistat sorosianët, etj. Këto janë të gjitha përpjekje për ta libanizuar Shqipërinë. Paria ton, paria Tiranës, paria Prishtinës, paria Podgoricës, paria e Maqedonisë, shqiptarët thuj, të tanë këta janë një tuf njerëzish të korruptum, të cilët dojnë vetëm me sundu pashalleqet e tyne. Edhe këtyne i leverdis shumë, ashtu si Estat Pash Toptanit, i cili ishte shumë i gatshëm me fal Shkodrën, Malit Zi dhe Serbisë, me kusht që ato mi leju ati një pashallek të vogël që fillote nga Lezhë, mbarote dikun në Firë, nuk e di. Edhe ishte shumë i kënaqur ky me libanizimin, me coptimin e Shqipërisë në një nivel më të tjerë, vetëm që me majt pushtetin e vet. Po ashtu e njëjta gjë është edhe me paritë tona. Paria Tiranës me çdo kusht përpiqet që mos me lan paritë shqiptare të Prishtinës edhe paritë shqiptare të Maqedonisë edhe paritë e macorëve të Malit Zi për me çu kry. Ajo don se s'ban me kanë qendra e kombit shqiptarizmit, po. E shqiptarizmit, jo se ka ne atë dashuri të madhe. Po ajo don me lut këtë gjë që të ketë leverage, të ketë levë politike. Ta ketë levë politike të sundojnë shqiptarët që të mënyrë që mund të marrin interesa nga ndërkombëtarët, mund të marrin përfitime të saj ndryshme. Po ashtu, paria e Kosovës, një pjesë e madhe e parisë Kosovës, jo të gjithë, janë kosovarista. Ato dëshirojnë krijimin e një kombit kosovar. Për shpirt ata nuk dojnë bashkim kombëtar, kosovaristat po flas, jo populli, jo shqiptarët e Kosovës, po flas për kosovaristat. Ata dëshirojnë që me sundu edhe me vjallë edhe me mjell pashallekun e tyne. Po ashtu, paria e Shkupit, si shqiptar, një pjesë e shqiptarëve, se një pjesë e mirë e shqiptarëve dojnë bashkimin, edhe një pjesë e mirë e maqedoncëve dojnë Bullgarinë, e pranojnë që janë bullgar, por paria atyne, ata janë, nuk kanë çfarë pranu. Paria atyne dëshirojnë krijimin e një kombit Maqedonas. Dëshirojnë krijimin e kombit Maqedonas në mënyrë që të ketë një Maqedoni të cila ta mund të vazhdojnë edhe ta mjelin edhe ta sundojnë me në veti. Ke parasysh duan të jenë veti, të jenë mretën në pashallekun e vet. Sepse ata e dinë, nëse do të bashkohesh, nëse do të ndatë nesër, ose nëse do të bashkohet nesër Kosova, atëherë do të kishte sikur një shkrirje në parive, dikush do duhej të hupte. Po është reset ai, do bëj direkt reset pastaj, sepse është masë më e madhe për të mbushur mendja, është konkurrencë më e fortë, sepse ka shumë popull. Ata nuk e dojnë, parit tona nuk e dojnë bashkimin, edhe këto parit tona janë historikisht bashkëpunëtorët më të madh të armiqve tonë të jashtëm. Këto pari kërkojnë libanizimin e Shqipërisë, edhe ky libanizim do të bëhet edhe më keq në të ardhmen nëse ne si shqiptar, si unë e si ti, nuk ndërgjegjësona, përgjegjësia është plotësisht e jona. Përgjegjësia është plotësisht e jona. Vetmja gjatë që mund të bëjmë ne për inat të këtyne që dojnë me na përqa, me dojnë me na libanizu, është me dashni një tjetër në dhe ma fort.
me dasht ma shumë muslimanin që ke përballë, katolikun që ke përballë, ortodoksin, verjorin, jugorin etj. Nuk ka asnjë zgjidhje tjetër përveç se me u kthy te parimi i rilindasve. Do me thënë, e thënë në mënyrë thjesht duhet të promovojmë dhe të predikojmë dashurinë me njëri tjetrit pavarësisht, duhet të fokusohemi, do me thënë, tek të përbashkëtat, të përqendrohemi te të përbashkëtat që kemi, dhe edhe këto problemet e vogla që mund të jem të anashkalojmë sadopak, do me thënë, në mënyrë që thjesht të gjejmë një fushë ose një pjesë ku mund të takojmë njëri tjetrin dhe nga aty pastaj të ne do t'i pranojmë o plak, ne do t'i pranojmë se me të vërtet shqiptarët janë shumicë muslimane, ke parasysh? Me të vërtet është dikujt i duket kjo sikur jemi të lindor, të prapambetur etj. Ne ka lënë turku është feja pushtuesit etj. A kupton? Por duhet ta pranojmë historinë tonë si historia jonë. A kupton? Normalisht, po ka në Shqipëri ka një diçka, domethënë që është pjesa majore, domethënë që përprek muslimanët siç kam qenë unë edhe shumica ma mendja. Domethënë jo siç e thu ti që e besoj dhe e bëj, po muslimanët thonë thjesht e thonë që janë muslimanë, asnjë gjë tjetër. Nuk din asnjë gjë rreth muslimanizmit, domethënë nuk e din fare askush, edhe Muhamedi me të dëgjuar e kanë, e kupton? Edhe din muslimanizmin vetëm Kurban Bajrami, Fitr Bajrami, edhe ku bëhesh në nat kadri, në ato dalliqet që bëjmë në tjera, kupton? Kaq. Ajo nuk është muslimanizmi, dhe unë po them, nëse e heq atë, nuk jemi më. Nuk jemi asnjë lloj nuk ka majoritet, asnjë fe nuk ka majoritet. Spanoli ka thënë 4 fe abrahamike të cilët nuk zuan kurrë vend në zemrën e një populli pagan. Kështu i ka përshkruar Fanoli. Edhe një statistikë interesante, 22% e shqiptarëve, 22% e shqiptarëve besojnë jetë për tejne. Tash ti llogariti. Këto 22 plak janë nga të gjitha fetë që janë në Shqipëri. Vetëm 22% besojnë te jeta për tejne. Imagjino ti ça vend musliman ose vend katolik ose vend ortodoks jena ne, kur vetëm 22% besojnë në një shtyllë të gjitha të këtyre besimeve. E kupton? Që është ajo, po. E kupton ti që këto ndasi janë komplet artificiale, këto ndasi janë komplet me dashje, edhe neve duhet të pozicionohemi vazhdimisht kundër këtyre ndasive. Se si, qyshe tek. Nuk e di thjesht vetëm mendim që kam është e para përgjegjësia, me marrë përgjegjësi për vetin, për vendin ton, edhe rinjohja historisë, rinjohja historisë tonë, edhe e treta pranimi i historisë plak. Pranimi i historisë dhe marrja e përgjegjësisë. Unë po them disa fjalë rreth marrjes së përgjegjësisë, edhe ti mund të korrigjosh edhe të më shtosh, domethënë. Si merr njëri një djalë ose një vajzë 16-17 vjeçare dhe sapo i zbulon këto gjëra, ose je thjesht dikush që 25 vjeç ose 26 vjeç, sa jam unë dhe akoma s'ka iden, s'ka problem. Ç'a bëhet për të marrë përgjegjësi? Para varë për të marrë përgjegjësi është lexohet. Edhe jo lexohet që është mami i babi me lexo tash përbardh me sta xhuxha. Jo. A lexon diçka, atë vret diçka. A vetë dikush thotë që je shqiptar je kështu. Atë se diçka që e postova te podcasti. Atë thon deli ti dhe unë, ti jemi të huaj shqiptarët kriminal apo? Atë tha robi që je kriminal. Futu shiko statistika. Shqipëria që është fantastike fare si që nga viti 2017 në vitin 2022 ka numrin më të ulëve të vrasjeve, të vjedhjeve me dhunë, që në anglisht është fjalë robbing, e kupton? Kurse në Shqipëri vjedhje ndahet në vjedhje me dhunë dhe vjedhje me armë. Këto dyja është njësoj si robbing, domethënë në anglisht. Jemi vendi në Europë me përqindjen më të ulët. Kemi 3 vjedhje me dhunë për 100.000 veta. Spanja kishte 198. Po, Belgjika kishte nga 200. Po pra, tani nëse ty të shqetëson që po të quaj njerëzit agresiv ose primitiv ose kriminal, lexo plak. Futu, shiko statistika ore dale valla. Pse na e thon tantën? E kupton? Ç'a ndodh kur shikon atë? Kur shikon ti do futesh, do shiko statistikën, do shikosh që jo valla. Ne nuk jemi.
Edhe kotat e mafjave, mafja shqiptare, se shqiptarë ndeshi pra këtej, është në Angli, gjithë kjo propaganda anti-shqiptare, sikur jemi çifutu të rinë. Jo, futu zotëri. Futu shiko në statistik. Mafja kryesore është akoma mafja ruse, që ndiqet nga mafja turke, që ndiqet nga mafja serbe, që ndiqet nga italiania, që ndiqet nga spanjollja dhe diku nga vendi 9 jemi ne. Po nuk dëgjon ti, paktën ne këtu në Gjermani, ti e ke parë me vet, nuk dëgjon ti asnjëherë këto ruse, italiane, greke, serbe, asnjëherë. Tu dëgjon ose arab, ose kur të na vi ora ne ndonjëherë në një shqiptar. Në Angli për shembull nuk dëgjon fare se Anglia edhe nga që i ka futur një çik gishtin arabëve nga historia, edhe indianëve të gjithëve nuk i thot dot gjë atyre dhe kur s'ke çaj bën gomarit i bie sa mari dhe bjeri shqiptar. Po. Kupton? I kanë shqiptarë që janë të bardhë, edhe janë nuk janë kështu brown people, nuk janë të shtypur, ke parasysh kështu, nuk janë oppressed sipas këndvështrimit këtyre neomarksist. Është grupi më perfekt për të bërë racizëm, domethënë, e kupton se i bardh je, kupton, europian je. Po, je edhe musliman pak, më thënë statistikisht. Sa me dhona ndonjë çik atë, sa për marinin domethënë, e kupton, edhe je perfektja fare. Kështu që lexon robi. Në ato momente kur lexon këto shifra gjëra shikon që dalë vllai se sjellin vërtet aq keq sa. A ka vend për u bë më mirë? Normalisht ka vend për bë më mirë, se ne po të ishim perfekt, nuk do ishim të ku jemi. Ama nuk jemi në të ligët. Këtë duhet të kuptojmë ne. Se unë nuk po themi ne jemi çifutut të rinj, valla, që jemi na ka dërguar Zoti që lart. Unë nuk po them atë. Po ne nuk jemi as fund valla, se shumica nuk është problemi se ne mendojmë që jemi më të mirët. Problemi është që ne mendojmë se jemi më të këqinj. Ne jena një komb me vazhdimsi, me vijimsi kombëtare mia vjeçare. Që nuk e kanë këtë vazhdimsi vetëm populli si puna e hebrejve, si puna e baskëve, ose si puna e armenëve. Ideja është domethënë që këtë duhet ta kuptojmë për një gjë, domethënë se vërtet shtetet si Greqia për shembull dhe Italia janë të romantizuara goxha, kupton se kanë pasur atë reklamën e fortë të gjitha. Ne duhet të kemi parasysh faktin që me të gjitha ne kemi pritur e përcjell të gjitha perandorit nga e para deri në fundit që kanë kaluar aty dhe prap në fund ngelëm, e kupton? Kurse Greqia nuk ishte asnjë gjë, përcolli perandoritë dhe pastaj u formua për herë të parë mbas perandorive u formua si Greqi. Shqiptarët u formua në bazë të fesë. Po, nuk është kom. Në të gjithë Ballkanin, për mos të gjithë Europën, po qendrën e Ballkanit, në gjithë Ballkanin, i vetmi shtet që është formuar në këtë lloj fryme pas lidhjes gjermane, se normalisht Bismarcku ashtu i mblodhi të gjithë bashkë ata. Jemi gjerman para se të jemi ashtu apo kështu. Mbas asaj jemi vetmi popull që jemi formuar në bazë të kombësisë, jo në bazë të fesë. Jemi vetmi popull që në nënshkrimin e pavarësisë ke hoxh, ke priftrinj, ke klerik katolik, ke klerik ortodoks, ke bektashinj, ke shia, ke suni, ke edhe ateista, ke shkollar që ishin në vende të tjera dhe erdhën me i bë, ke luftëtarë si edhe biznesmena. Kjo është bukuria shqiptare, kjo është një gjë, ne nuk e kuptojmë se sa e lavdishme është kjo gjë. Nuk e kuptojmë se sa e lavdishme. Kjo është kënaqësia më e madhe që mund të kemi ne, domethënë që ne akoma sot kësaj dite nuk kemi asnjë incident të regjistruar fetar. O plak, unë këtu kam mos e merr mësysh, shqyr Zotit thuj. Unë këtu kam plak, kam veprën e Zef Plumit, kam Kur'anin, kam Carl Jung, ke parasysh? Po. Nuk besoj plak se do i kisha këto të gjitha, se po nëse do të isha një perëndimor, si më thon, do të kisha këto vetëm nëse do të isha shtrese nalt, shtrese edukume. Po një shtres probabiliteti shumë herë më i vogël, probabiliteti. Shumë herë më i vogël, kurse në Shqipëri plak edhe një shtres normale, shtrese mesme si mund të jem vet, është kjo gjë është aty. Më kujtohet kur ka qenë ky sulmi i Charlie Hebdo's në Paris, kur këto terroristat, këto ambasadorët më të këqij të islamit edhe të muslimanëve, të cilët janë këto ekstremistat, të cilët damin më të madh na bajnë ne muslimanëve, se sa që i bajnë tjerëve, a kupton? Ata janë të parë për të dëmtuar muslimanë se sa për të dëmtuar tjerë, se është komplet loja e narrativave, loja e tregimtarive është kjo. Edhe po dalim temë, më kujtohet
janë këto shqiptarët, këto 4 drejtuesit e klerëve shqiptare plak që parakalojnë të kapun i kishin dur të supë me supë, bryll me bryll. Edhe tu eset 4 bashkë, edhe ato francezë, që Franca, ma, edhe Le France e ka atë namin si maja e qytetënimit perëndimor. E ka fraternitet tek sigla e kombit edhe as fraternitet s'ka asnjë gjë. Po. Edhe, s'më thanë, edhe ato francezët e Parisit, po i brorisin, vetëm po shoshin bravo ton kona, din në kohë që këto po esin. Edhe kjo duhet jetë ajo, si thotë, kjo erosi, kjo do të jetë shpirti në vazhdimsi i shqiptarëve. E nuk duhet ta humbim këtë gjë. Armiqtë tonë na synojnë me përçudnu karakterin tonë, sepse vetëm karakteri jonë na ka majt neve. Përgjegjësia është e jemja dhe e jotja plak. Përgjegjësia është e imja, e jotja dhe e gjithë secilit me vete përpara se të riket përgjegjësia kolektive. Shiko, një kolektiv, domethënë është kaq e thjeshtë kjo, kalon pak në ideologji pastaj, po është kaq e thjeshtë një kolektiv, një masë, një popull, një shtet nuk mund të ketë përgjegjësi nëse individi ka përgjegjësi, sepse çdo lloj nga këto organizma përbëhet në fakt nga individ. Kështu që individi nuk pas ka përgjegjësi, po e gjitha si bashkësi pas ka përgjegjësi. Bravo. Kur asnjëri s'ka përgjegjësi, nga do ta gjejnë ta? Gjithë përgjegjësin, kjo nuk ka kuptim. Logical fallacies janë të marksistave që nuk dinë me baher. Masa. Shiko, zakonisht personat që unë jam fajtor ndonjëherë edhe vetë që e bëj. Ndonjëherë domethënë kur më nxehet gjaku, domethënë përdor shprehje si jo po juve, jo po ata, jo po këta, jo po kështu, e kupton? Ka problem o burr punë madhe. Ne themi gorve la luca. Po, jo në atë kuptim plak, jo në atë kuptim, në bisedime domethënë, e kupton kur më nxehen gjëra mund t'i marginalizoj, domethënë unë asnjë njeri nuk marginalizoj. Problem plak, unë besoj se kjo duhet të jetë normale. Domethënë duhet të jemi në gjendje, ti duhet të jesh në gjendje, më thanë unë malok, apo nuk duhet të prekem nga kjo gjë. Jo, nuk po flas për të plak. Po flas për marginalizimin e sipër, nuk po flem me të thon fjalën malok, po me thonë që malokët janë X gjë, gjithë. Po ju burr, ku ti plasikari, nuk është diçka që nuk duhet t'i marrim seriozisht o plak. Nuk duhet t'i marrim seriozisht këto gjëra. Jo, nuk po flasim tani ne po flasim bashkë, unë po flas në një kontekst përgjithshëm, e kupton, po flas në një kontekst. E kuptoj, në kontekstin e përgjithshëm, shqiptari normal duhet të jetë i pjekur mjaftueshëm me kuptuar që po ta dikush malok ose laluc, nuk ka një vlerë, e kupton. Është thjesht tallje karit. Po unë të ka i debati domethënë që përgjegjësimi domethënë siç e kishin te episodi i fundit, domethënë pa përmendur cilësime ndryshme se mund të shkojmë të dëgjojmë, po që përgjegjësimi si meshkujt shqiptar janë kështu ose femrat shqiptare janë ashtu. Po këto gjëra i kam inatun, edhe nuk dua që asnjëri as të më thojë që femrat shqiptare janë kështu, as të më thojë që meshkujt shqiptar janë kështu. Sepse nëse unë valla si Bleon tash e kupton ka pasur një eksperiencë lig. Të vi të them ty që femrat shqiptare janë vari i lesht, domethënë ti vëlla mund të kesh 4 motra, ma jep së prapë mua, çaj të thon o trap, e kupton? Kujt po i flet kështu? A është kështu as është kështu? Se nuk bë sens gjëja. Me mua te kjo e kisha domethënë, nuk e kisha te pjesa se si komunikojmë, ne se duhet të kesh parasysh dhe faktin se jemi nemi dhe meshkuj plako. Ne kemi dhe mënyrën e kodifikimit të respektit duke thënë një fjalë më shumë se sa duhet, e kupton? Ajo që kjo që ndodhet gjithmonë që ti provon njëri tjetrin, domethënë se sa arrin robi të lexoj, duke thënë diçka më shumë, duke e cënuar në thonjza domethënë. E normalisht kur robi e mban shakan, kur robi e mirë kupton, kur ai të lexon mesazhin dhe jo teknikalitetin e fjalës, atëherë thotë okay që ky që nga okay, unë me këtë personin mund edhe të diskutoj, po edhe mund të bëj qef domethënë. Kjo është më shumë. Kurse kur diskutojmë pasaj me persona të ndryshëm, sidomos me persona që nuk kemi as afrimitet, persona që i përkasin një gjinie tjetër që nuk që janë femra ose që kanë drejtime ndryshme seksuale ose që kanë fetë ndryshme për shembull, ose që i përkasin partie politike ndryshme. Mua zakonisht nuk më pëlqen kjo përgjegjësimi, domethënë. Nuk ka probleme Europë që e bëjnë, po thjesht siç ai di e ka urë domethënë, ai është një çik unë kisha kopa e dëgjuar atë shprehje, kam qeshur, po e kisha çajan to burr, ai çijaro. Plago.
E keni dëgjuar fjalim ta Xef Plumit se mi kanë dhuru librat e tij për kushërira jave muslimane, mi ka dhuru Xef Plumi për ditëlindje. Se Plumi është aset kombëtar plak. Po, një fjalimin e tij plak, i sugjeroj edhe gjithë dëgjuesit sa të pak që t'jenë të kërkojnë atë intervistën e Xef Plumit, kur thotë plak, ne nuk kena dashuri me një tjetrin. Nuk e parasysh? Kena inate. Edhe me është të vërtetë i kena deri diku inate, po kjo është diagnoza, po cila është zgjidhja? Zgjidhja që jep ai është një çet intelektuale. Ke parasysh një çet intelektuale, një bandë intelektuale e cila të ndryshojë, si më thënë, të pjeku shqiptarët për sa i përket kësaj pune. Mendimin tim të mbjelli dashurinë. E ke parasysh të mbjelli dashurinë për njëri tjetrin, për jugorin, për veriorin, për katolikun, për muslimanin, për ortodoksin, për bektashiun. E ke parasysh? Po. Kemi nevojë për një mbjellje dashurie për njëri tjetrin, edhe kena nevojë edhe për një ndërgjegjësim. Njerëzit duhen bë me dije që me të vërtetë armiqtë tonë janë veprojnë në Shqipëri. Veprojnë edhe veprojnë fort. Ke parasysh? I hedhin me miliona, siç e kena pa edhe atëherë si theti, nuk e di, nëse mundesh në gjetë artikullin në manis ta postojmë në Twitter, ta shpëtojmë sa ta kena për rikujtim njerëzve. Po. Ato hedhin me miliona për të futur përçamjet në mes nesh, edhe ne duhet të bëjmë më të mirën tonë për t'i vënë duke që këto përçamje janë me të vërtetë në interesin e armiqve tonë, janë me të vërtetë në si thot detriment, në të keqen tonë të përbashkët edhe individuale. Edhe si hapi parë kjo është, por nuk e di plak, kjo çet intelektuale duhet formsu disi, duhen kriju këto lidhje, këto hapësira në Twitter janë të mira, dobishme janë për të njoftur me njerëz si puna jote janë. A mendon se mund të jesh për shembull një nga ato çetet intelektuale diku një ditë mund të jesh ti ose unë? Unë po përpiqem ta jem. Po përpiqem edhe sado si që thash edhe më parë. Pavarësisht se unë në konsideroj veten thjesht një rotkar i thjeshtë, ke parasysh. Normalisht ideja është nëse si aftë të bësh shaka me veten tënde, pastaj nuk je rob që nuk je pleasant për të tjerët, domethënë. Nëse e merr veten shumë seriozisht. Mos më fol me kështu bëhet pleasant aty. Nuk je i këndshëm. Nuk je i këndshëm për rob të tjerë nëse e shikon veten syhini, nuk diskutohet. Po plak, po edhe nuk jam Recep Çosja, burra, kupton. Edhe as ti nuk je Recep Çosja. Normalisht. Asnjë nuk është, shikoj më pa edhe Recep Çosja nuk është Recep Çosja. Edhe ai nuk do të lezi vetja e tij, kupton. S'kena nevojë tjena, plak, nuk kena nevojë tjena. Mjafton me pas një përbashkim të shqiptarëve, edhe mjafton me pas një përdashurim, fjalë e rekët. Një përdashurim shqiptarëve. Edhe kjo besoj arrihet me takime të tilla, si ky që pat me ne tash. Ndoshta ky do ta nin edhe të tjerë. Ndoshta do të ndërgjigjesohen edhe të tjerë. Ligji im është një ta xhoj plak, unë jam i fituar. Ashtu e bukur. U plaku po i ndryshove mendjen njerit vllai, dihet se është çështje kohe derisa të vi tjetri, kështu që. Ta themi xhaplak. Po. Unë jam pothuajse jam perennialist. E ke parasysh sepse e di çfarë thash perennialist? Jo, nuk e di. Është një njerëz që beson se të gjitha fetë çojnë në të njëjtin qëllim. E ke parasysh shqiptarët janë shumë perennialista. Perennialism quhet. Dhe ku do të më dalën këtu? Nëse po. Muhamedi paqja qoftë me të, ne besojmë si dërguar i Zotit, si profet. Ashtu si edhe Jezusi është në Islam figuron si profet i Zotit, edhe shumë nga mrekullitë, më thënë, lindja e tij nga ama virgjë etj, është një komplet një sure në Kur'an e cilën quhet me emrin Maryam, Maria. I shqipruar. Për gjithë ata që se din, domethënë janë të njëjtat fetë, është fetë judaiste, që quhen abrahamike, domethënë që janë po. Janë shumë ngjashëm njëra tjetrën, e ke parasysh? Janë identike, thjesht janë me gjuhë ndryshme. Domethënë nuk kanë shumë ndryshime. Shumë pak. Ata besojnë, muslimanët besojnë se është një njëjti mesazh, thjesht
ai ka ardhur për atë kohë, ky ka ardhur për këtë kohë. Si më thënë, përmenden libri Injili, si më thënë, vërtetohet nga Kurani. Se Kurani thotë që me të vërtet ai ka ardhur prej Zotit, Teurati me të vërtet ka ardhur prej Zotit, e ke parasysh Mojsiu me të vërtet ka kanë prej Zotit, Jezusi me të vërtet ka lind nga një nane virgjër, e ke parasysh? Është vërtetim për këto që kanë ardhur më parë. Pavarësisht pastaj se sa kanë ardhur ndarjet në sekte, duke filluar nga ndarja në sekte e vet Islamit, duke mbaruar nga ndarja e krishtërimit në ortodoks, katolik, protestant etj. E ke parasysh këto ndarjet kanë ardhur mrapa. Por doshta më thonë një hadith që ka thënë Muhamedi, paqja qoftë mbi tij. Ka thënë plak për një qëllim që ti ke, për me sjell një ndryshim, për me bën një gjë, mjaftojnë 12.000 veta. Nëse ti ke 12.000 veta, atëherë atëherë asgjë nuk del para. Në ke parasysh plak? 12.000. Është një numër. Në gjë, kjo është i shkoj kësaj me besim, ke parasysh? Jo, tash kur e mendon, domethënë se 12.000 nuk është numër i vogël, e kupton? Nuk është se tha po të kesh 3 veta je bob, e kupton? Ai është goxha specifik domun. Ai ka thënë diçka të tillë, nëse ke 12.000 veta mas vetes, në kuptim nëse ke 12.000 veta për që janë që luftojnë për një çështje. Nëse çeta jote intelektuale në rastin ton përbën 12.000 veta, atëherë fitoria është përpara nesh. Besoj unë. Kjo është si puna e tij 12 shqiptar intelektual të afshëm. Po, 12.000. Po. 12.000 shqiptar intelektual të afshëm. Ka. Të aftë për të po dale, Klecka është tek të aftë që të jenë me njëri tjetrin në të njëjtën dhomë. Është gjë. Se që ka, e di unë që ka, nuk diskutohet se kemi njerëz që është ajo goca që punon te NASA, ose ajo që punon tek AI, domethënë që i kanë nxjerrë këto. Është CTO-ja ChatGPT-s, Mira Murati. Po pra, e kemi si gjë, e kemi domethënë, ideja është hajde silli tani. Na duhen 12.000 shqiptar çuna, ju dëgjuesit. Na duhen 12.000 shqiptar që, ky është rregulli që kam zgjedhur për veti. Ke parasysh? Me thonë ti thua të krijojmë një komunitet, ne? Edhe kur të kemi krijuar komunitetin, atëherë do jetë më e thjeshtë për të plotësuar qëllimet. Komuniteti mund të krijohet shumë me këtë podcastin ton. Kam menuar për një aplikacion, kam menuar për një platformë, për janë thjesht ide, janë thjesht në ajër. Mirë, ato që nuk i ke formuar akoma, më mirë mos i thoj plak ose mos ta vjedh njëri. Po klasikari, po ndu që ta vjedhin, ta bajnë. Po nuk, plak, unë e kupton ti. Unë nuk jam këtu për lavdin e Karl Gex, a kupton? Nuk jam këtu për lavdin e Karlit. Unë jam këtu plak sepse unë du të çoj në vend një padrejtësi. Është padrejtësia e përbuzjes një populli të fisnik. Kaq. Një populli plak. Një popullit ku Edith Durhami ishte shumë pro-serbe, edhe pau që shqiptarët në luftë e vriqin armikun edhe e ktheshin marë, nuk e prekshin edhe e ktheshin marë plak, kurse serbët e masakroshin fytyrën. A kupton ti? Po. Edhe ai u bë nga serbe e flakt, u bë në shqiptare. Edhe këto vlera janë të jashtëzakonshme. Këto vlera ne nuk i dina që i kena. Ke parasysh këtë njerëzillëkun, si i thojmë ne, janë nuk i kanë tjerë to plak. Është edhe një film shqiptar i bukur i këtyre viteve të fundit, domethënë, pas 2000-shit, domethënë, s'më kujtohet tash, e kishte nxjerr dikush tjetër. Unë kam parë para 2 vitesh, e kishte nxjerr dikush prapë në për TikTok-ën për gjëra, është që në atë periudhën kur hyn serbët në Shqipëri për t'u ikur austriakëve që hyn në Beograd, domethënë, edhe që i bën prita shqiptarët kudo. Se serbët kanë hyrë deri në Elbasan ato. Edhe në moment nga kjo betejë kishte ngelur dikush gjallë, edhe kjo nëna kishte në shtëpi komandantin e atij batalionit vogël që kishte vrarë të birin e vet, domethënë, edhe prapë nuk ja la atyre ushtarëve domethënë ta merrin, edhe pse ishte serb, edhe pse i vrau të birin vetëm se kishte trokit në derë të saj, domethënë, dhe besa e artë e shqiptarit, kështu që
Kjo është fisnikëria e një populli. Janë disa persona që janë të pa shpinë, janë njerëz pa kuriz, njerëz pa shpirt, njerëz pa zemër që thonë që kjo besa na ka lejnë budalla, se po mos kishim dhe besë si serbi, do kishim mësu. A di kush Kjo janë? është thjesht, kjo është një gënjeshtër shumë e madhe dhe më mirë kështu me vuajtje se sa me shpirtin e zi. Po kjo fisnikëri neve, o blak, ne do të fitojmë, o blak, shqiptarë do të fitojnë, do të ringjallet tharmi shqiptar, kudo arvanitët do të ringjallen, malazez do të kthehen. Do të kthehen në shqiptari. Nëse ne Ta prekim tash që shiko që të lidhim me këtë pjesën e ringjalljes, dua të tregoj diçka. Që ta lidhim me këtë që po ndodh tash në Kosovë, është kjo është kanceroze fare për mendimin tim se çfarë kjo asociacioni? Asociacioni. Po nuk bëhet burr. Rriçe. Unë shpresoj mos bëhet plako, po për mendimin tim po duket më shumë sikur do të bëhet. Shife çfarë ndodhi. Unë jam çike përfshirë, po jam i përfshirë vetëm nga pjesa poshtë e arvanitëve domethënë. E kupton nga çamërisë. Në disa grupe të ndryshme me persona, jo. Thjesht jam connected me persona. I lidhur me që Europe connected. I lidhur me O zotin madh, ha. Qa të bëjmë plako, kur nuk ke mjaftueshëm biseda në shqip ndonjëherë, domethënë të ikë, duhet është e vështirë. Ka arsye tjetër kjo, po nëse do ta bëjmë një herë tjetër. Do ta bëjmë një herë tjetër, po Arvanito më thënë, jo çam. Këto personat që kam, se janë dy gjëra ndryshme Arvanito dhe çam. Po, si di. Në pjesën mbas vitit 2008 kur Kosova shpalli më vetësinë ose pavarësinë, domethënë edhe filluan gjërat po ndodhin, edhe pastaj disa 4-5 vite më vonë kur Maqedonia për herë të parë pranoi gjuhën shqiptare të gjuhës zyrtare shtetërore. Për herë të parë mbas 50 vitesh që jo 50 vitesh, çik më pak, që prej atij Aristidh Kolës, nëse e njeh. Aristidh Kola është figurë e rëndësishme arvanite. Për herë të parë filluan dhe grupe të reja arvanite që do mbledheshin duke që është kohë shumë e gjatë për mos pasur asnjë aktivitet. Sepse lindi ajo shpresa që shife, Kosova mori pavarësinë, Maqedoni u njoh si komuniteti i dytë më i madh, domethënë dhe shtet formues edhe me gjuhën e me gjitha. Ministri politika të forta në Malzi, domethënë dhe këto vite të fundit ai Abazovici ose Abazi, Dritan Abazi, edhe tani që po flisnim herën e fundit në këto që jemi me këto, ishin të friksuar disa nga pjesa e asociacionit, domethënë sepse nëse kjo asociacioni bëhet, ne do të kuptojmë diçka. Nëse kjo asociacioni bëhet, grupime të tilla që janë në Greqinë e sotshme që shtrihen deri në Athinë dhe deri në Spartë, to nuk janë thjesht deri në Prevez siç është territori, se arvanitët. Po, Moreo, burrë shkret Morea. Pikërisht, e kupton. Nëse kjo ndodh në Kosovë, domethënë, nëse ne e pësojmë këtë disfakt, këtë flakën e vogël, këtë kongjillin e vogël që mezisa është ndezur, do e fiki prap. E kupton? Se do jetë goditje shumë e thellë. Edhe këtë du ta kuptoj gjithë secili, se këtë nuk kuptojnë, se unë nuk kam asur disa persona që thonë jo, po Kosova do të shikojë të ardhmen. Jo. Kosova të ardhmen e ka. Kosova nuk e ka me ngut, se nuk ka për ta marrë njohje nga Serbia, as nga ato 5 shtetet. Dy gjana plak. E para punë nuk e besoj se do të kalojnë ajo ashtu si kujtojmë në një formë Republika Srpska, nuk e besoj, edhe nëse kalon nuk kalon ashtu. E dyta, edhe nëse kalon në formën më të keqe të saj, kjo nuk do ta ulin atë tharmin e shqiptarëve. Tharmi i shqiptarëve është një fakt historik i cili do të ndodhë. Në Shqipëri, plak, unë besoj te reforma në drejtësi. Jam besimtar i devotshëm i reformës në drejtësi. Edhe shpres plot. Jam shpres plot për reformën në drejtësi, edhe besoj se do ta bëjnë atë vetën, sepse është në interesin e fuqisë të madhe. Kjo puna e Zajdenicës është thjesht SBA-ja që negocion në emër të Serbisë, dhe tash Serbia ka pak levë në dorën e saj, se është ala puna e Ukrainës e tjerë. Kjo plak do të zhduket shumë shpejt, nuk e besoj se do të na dëmtojnë. Besoj se Albin Kurti do të qëndrojë edhe SBA-t nuk bëjnë aq presion në prapaskenë se sa bëjnë në paraskenë. E ke parasysh? Kështu e shoh unë. E bajnë atë gjabë sepse negociojnë për të kënaqë deri dikun për të josh serbët në anën e tyne. Ndoshta është ky është mendimi im.
E dyta, për sa i përket ringjalljes së tharmit të arvanitëve. Ringjallja e tharmit të arvanitëve plak do të vi. Plako shpjegojnë çik të fjalën tharmi, se unë e kam lexuar para Tharm- 4 ditësh te një libër i këtij Mitrush Kotelit. Tharm është si tip fare. Tharm është kur do me bë kos, merri pak tharm kosit. Tharm kosit aty janë thjesht to baktere, të cilat do në thjesht një grumull bakteresh që ta infektojnë edhe atë qumshtin që ti e ke qumsht dhe ta bën edhe atë kos. E ke parasysh? Thjesht ta prish qumshtin. Se nga ju i themi fara e kosit dhe mua më desh diku te 7-8 minuta plak ose me zi gjej në Google. Aha, faleminderit. Ndoshta me të vërtet nuk e kuptojnë disa. Ndoshta është pak më theks i Shkodrës ose i rrethinave. Është nga lezha e sipër, domethënë, ju Ashtu? Po. Si nuk i thoni tharm ju? Jo, ne themi far kosi. Far kosi, nejse. Edhe ku e lash? Tharma arvanitit, po. Të tharma arvanitëve. Kjo nuk është asgjë, kjo ndezje që kanë pësu tani, nuk për mendimin tim kjo nuk është asgjë. Kur të ikun të korruptumit shqiptar, kur të ikun të Gjak Pirsa, të katunart që kanë kap shtetin në fillim të tranzicionit dhe kanë kap rastin e tyre me bane lek, e ke parasysh me vune dham Floririt, me vune dham Floririt, e ke parasysh kështu me zot, janë komplet njerëz, janë komplet katunar, janë komplet njerëz pa edukat plak, pa princip, pa shpirt, pa parim, pa shtresa ulët e shoqënisë plak, janë kanë të uritun, edhe kjo uri e madhe i ka shkaktuar që me ra në vjedhje. Kjo uri e madhe i ka shkaktuar me ra në vjedhje. Edhe këto për këtë vjedhje do ta psojnë deri dikun, por për mua nuk është fare e rëndësishme, edhe pak hakmarrje, kam qef, jam pak hakmarrës, dëshiroj që të paguajnë për ato krime që kanë bërë, por besoj kryesorja është që ata nuk do të jenë më pjesë e politikës shqiptare, edhe paria e Tiranës do të detyrohet të ketë të luajë sipas rregallave të lojës, të luajë sipas të mirës shqiptarëve, të mirës të shqiptarëve, sepse do të ketë morsa, do të ketë ulluçe, kanale si puna e spakut edhe BKH që do ta marrin atë në rrugën e drejtë. E ke parasysh do të godasin ata që do të guxojnë me dal nga udha që është në të mirën e kombit shqiptar. Sigurisht do të ketë korrupsion, do të ketë gjitha, por besoj se të korruptumit do të ikun, edhe kur të ikun këta plak do të ketë do të shpërthejnë një optimizëm në Shqipëri. Edhe kur të shpërthejnë ky optimizëm, atëherë kjo do të infektoj arvanitasit, ato grupet arvanitase, jo një fish që janë tashi, po do të jenë 10 fish më të fortë, sepse nëse të çlirohet shteti am, nëse të çlirohet Tirana nga ndrydhja e armiqve, të cilët bashkëpunojnë ngushtë me parin. Nëse do të çlirohet Tirana nga kjo ndrydhje, atëherë flaka do t'i dalin tharmit shqiptar në kuptimin e mirë të fjalës, i cili do të ringjallet, do të rindizet në të gjithë Ballkanin perëndimor. Kjo është skenari më i mirë i mundshëm. Skenari tjetër është rreziku i libanizimit, për të cilin duhet jena të vetëdijshëm edhe të ndërgjegjësuar. Unë edhe ti, edhe gjithë tjerë që dëgjojnë këtë, gjithë ata që nuk e dëgjojnë. Ideja është sepse ndryshe nga do të kuptojmë diçka që Greqia është shtet fashist, ëh. Greqia është shtet fashist në përqindje më shumë se sa Serbia deri në një pikë. Ndryshe nga komunitetet në Malzi, në Serbi edhe në Maqedoni që ja bëjnë që janë shqiptarë, domethënë, këto të Greqisë janë shtypur shumë shpejt. Janë shtypur herët fare dhe janë shtypur në atë lloj mënyre, domethënë se ne kemi pasur dhe studenta Erasmus, domethënë studentët Erasmus, për ata që dini, studenta që shkëmbehen në shtete të tjera për 6 muaj ose një vit për të nëpërmjet Europës. Edhe që nuk e dinin që ishin shqiptar plak, e kupton? Ose e fundit fare që un kam qajt, për shembull personalisht ishte një kocë, kishte mbiemrin Dhimos.
Edhe nuk e di se si ra rasti, domethënë që doli mbi emri, ajo ishte thjesht për të vizituar atë grekun që rrite me ne. Shumë i mirë ai. Edhe kur ikën do shumica domethënë që ishim mbledh atë ditë, ngelën vetëm ne grupi 3-4 vet, domethënë thoshë shife ti se va. Vaki domethënë që ne kështu i ashtu. Jo, ne tha kështu e di, ma ka thënë shumë herë se nuk ka shanse. Kalon pimë një çip plako 1-2 orë. Ju shprek plako keq fare, ka thënë më ka thënë babi mos me thonë se paragjikohemi shumë. Çia ropt. Të më thënë dhe vetë dinte dhe tha jemi shumë, tha gjithë nga i fshati ku e kam në origjinë, tha gjithë jemi ashtu. Edhe gjithë i ruhemi njëri tjetrit përpara. Sepse shumë nga ne domethënë po të flasësh arvanit që hapur domethënë do i thon policisë, do i thon robëve që janë përgjegjës. Ashtu e policia Plako është ndodha që ndodh në komunizmi që i vënë në lojë kundër njëri tjetrit, për të spiruar njëri tjetrin, edhe kur i përçan dhe i sulmon, nuk ke nevojë të bësh punë vet. Është rrezik ekzistencial o plak për ta. Ata e kuptojnë shumë mirë këtë gjë. Po unë besoj plak se nëse është kështu, kjo është lajm shumë i mirë. Besoj se ne kur shqiptarët kenë pak më shumë fuqi, kenë pak më shumë të mos jenë kaq të përbuzun, gjë për cilën ne duhet punojmë shumë. Atëherë edhe ky tharm do të ringjallet edhe atëherë plak do të jetë shumë ndryshe puna e Shqipërisë. Edhe atëherë plak do të lindë një komb i ri. Çfarë përgjegjësie tjetër duhet kemi unë dhe ti, domethënë përveç se kësaj shpresës të reforma në drejtësi edhe kur të bien këta do rritet ajo. Ne vetë çfarë mund të bëjmë për këta që jetojnë jashtë territorit të Shqipërisë? Unë si për çfarë? Me ndihmu, me ngrit një lloj rrymë me nuk e di si mund ta shpjegoj. Unë po punoj për një platformë, po punoj në menën time edhe po punoj pak se unë jam programmer nga profesioni. Edhe në kohën e lirë po punoj për një platformë, jam menduar më bë dhe bashkë me shqiptarë të tjerë që punojnë në programim, një platformë në cilën të komunikojnë shqiptarët me një tjetrin, të jetë kështu mërgata. Emri aplikacionit, mos ma vjedhni se du me bë vetë. Mërgata, po nëse e bën dikush se unë bëj copy, jo, se episodet janë gjithmonë copyright, kështu që edhe nëse vetë ngjysh plak më thjesht çoj episodin edhe. Po vajo buse, o plak, unë nuk e bëj për lavdinë e Karl Gex këtë punë, a kupton? Unë e bëj ta thash edhe herë. Jo, mos e ta dëgjon edhe në një pro grek ose pro slav, e hap një mërgata edhe lë faqe qore sa me xo emrin e. Ka parasysh? Po më plasikari o burr. Po problem, ja dhe mërgata vërtet. Po leo buse nuk janë probleme kështu. Edhe kjo është mendimi jam, plak, kjo është ajo që besoj se shqiptarët kanë thjesht nevojë për një përbashkim. Një përbashkim të brendshëm. Pastaj do vijë edhe përbashkimi politik. Duhet një ringjallje të tharmit. Çfarë mund të bëjmë ne? Video TikTokut plak. Video TikTokut të kapësh më shumë, të kapësh audiencë, nëse ti poston diçka, ke lloj-lloj kështu meme adhetare. Ke parasysh ke lloj-lloj. Nëse ti ke një histori, nëse ti ke një pjesë historie të Shqipërisë, e pash diçka të mahnitshme, ishte një poezi në dialektin arvanit të Hydrës. Në të folmen idriote, një ishull në Shqipëri, ishull arvanit, ishull në Greqi, inshallah Shqipëri shpejti, në federatën arpnore, kombi i ri që do të lindin, dash zoti, në të folmen idriote ishte një poezi ishte kjo poezi, për një figurë, nuk e di, po ishte ja e folme, e ke parasysh një gjë që nuk të shkon në mend, një ishull të Greqisë është komplet ishull arvanitësh. E ke parasysh, kjo është një gjë që ti nuk e din. Nëse ti e poston këtë gjë në Instagram, në TikTok, e ke parasysh njerëzit e shohin, njerëzit e përhapin, e shpërndajnë. A kupton? Kjo është diçka që mund ta bëjë thjesht një shqiptar, thjesht në rrjetin e tij shoqëror, në social network, në Instagram, në TikTok, të postojnë gjëra të tilla, ose të postojnë podcastin tan, po kjo do të ishte konflikt interesi, ta kupton. Postojnë diçka historike, diçka që do të bëhet krenar çdo shqiptar. Në frymën e kësaj që edhe ta përfundojmë, ta sjellim tek fundi. Në frymën e kësaj që ti sapo the, unë sugjeroj përveç TikTokut, se nuk jam pothuajse fare aktiv në TikTok.
Unë se kam Por ishte. në YouTube unë i sugjeroj pafund kanalin Kryezoti. Kryezoti, të gjitha shkronja të mëdha. Që është kjo? Ka informacion, këngë, lutje fetare dhe poezi arvanite. Qa thua? 100% arvanite, sepse shumica e shqiptarëve fatkeqësisht nuk e dinë që arvanitët dhe çamët nuk janë njëjta gjë. Shtu, Edhe ky kanal ka dhe një emision, ose jo një emision, ka një leksion të një historiane greke, dhe jo arvanite, po greke, ku Greke nga Anadolli, se tjerë janë arvanit, nejse. edhe që flet për historinë e arvanitëve të më thënë, dhe që ajo nuk ka pasur sukses pastaj më vonë, sepse nuk e ka dashur njëri që të shpërndante ato lloj fryme. Ja sugjeroj thjesht futuni ty ky kanal, mos u trembni nga ato shkronjat greke, sepse ato shkronjat greke janë thjesht shkronja helene, se në fakt ai është alfabeti i Marko Boçarit dhe ajo është shqip po me shkronja greke, që quhet gjuha arvanite. E diti si ka, mos i thuj greke, diti si ka thënë Sokrati Çumshtit. Sokrati i vjetër. Si jo. PG. Sa e bukur që nga. PG, po. Kurse fjala PG sot në greqishtën, që cila është një gjuhë teknike, se më thënë është si latinisht, thjesht gjuha kishës, nuk është se është një gjuhë e përcjellë në popull si shqipja. Prandaj edhe nuk ka ndryshu hiç. Sot PG ato më duket i thonë burimit. E ke parasysh ka ndoll, ka bë një ka lviz kuptimi, po prapë plak. Shikoj pas formimit nga Anglia, kjo gjuha moderne që implementoi kisha greke, do të ishte lidhje fare me Homerin e me të gjitha. Ajo është një bisedë për herë tjetër, ne ta lëmë çik në suspans, mos ti konsumojmë të gjitha sot. Kemi jashtëzakonisht shumë tema plako, do të bëjmë edhe herë tjetër me pa tjetër. Si shpresoj që me të vërtet ta bajnë për vete një shqiptar të vetëm dhe ta frymëzojnë për me bë diçka, për me marrë përgjegjësinë në radhë parë për veten e vet, në radhë dytë për vendin e vet. Një nga një, sepse siç thon edhe gjysherit gur bëhet kalaja. Një nga një dhe sa të bën 12.000 dorë zoti. Fjala jote në vesh zotit. Ose një që të bukur që themi në Berat është të ngrënë goja mjalt. Amin. Hajde. Gjithë mirat, pra. Natën. Pasë. Bucci, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me.